Çfarë bëjmë ne në AINA? Referuar studimeve tashmë bashkëkohore mbi efektet afatgjata të terapisë ABA, duke marrë dhe dëshmi të personave që kanë punuar në këtë terapi, por duke jo referuar akoma më shumë eksperiencës tonë gati 15 vjeçare në implementimin e terapisë ABA dhe duke parë fëmijët se si janë zhvilluar, si janë rritur dhe si janë sot të rritur, intuita profesionale na ka çuar drejt kërkimit të mënyrave dhe të qasjeve të reja. Dhe qasja e re që ne kemi përqafuar tashmë është terapia afirmuese e neurodivergjencës. Çfarë është kjo terapi dhe si e implementojmë ne në AINA? Kjo terapi është një terapi që ka për qëllim të pranoj fëmijën neurodivergjent me gjithë mënyrën se si ai funksionon, si mendon, si komunikon, si sillet. Së dyti, ndërtojmë strategji dhe teknika për të ndihmuar zhvillimin gjuhësor, i cili është në fakt një procesim i plot i gjuhës dhe që kërkon teknika të modelimit dhe të respektimit të ekolalisë tek fëmia dhe domethënies që ekolalia ka për fëmijën, të pranojmë fëmijën me steaming, pra me vetë stimulimet e tij, me lëvizjet e duarve, me lëvizjet e krahëve, si një mënyrë e vetë rregullimit emocional të fëmijës dhe t'i respektojmë ato. Së katërti, duke ofruar terapin e lojës, një terapi që e drejton fëmia dhe terapisti është bashkë me fëmijën, është i ingranuar me të, e ndjek fëmijën në preferencat dhe në dëshirat e tij, duke patur një qëllim: të ndërtoj një raport dhe marrëdhënie me fëmijën, të krijoj një hapësirë në të cilën fëmia ndihet i pranuar dhe i respektuar, dhe përveç hapësirës humane që ndërtojmë dhe një hapësirë fizike, terapeutike, ku fëmia punon, në të cilën gëshetohen së bashku loja, lëvizja dhe sensorialiteti. Tashmë ne kemi filluar të implementojmë këtë program. Ftojmë çdo prind, çdo terapist, çdo edukator të na bashkohet në këtë qasje të re që kemi filluar të implementojmë në AINA.